sistemi parlamentar. Sistemi parlamentar I fuqizon partitë edhe krerët e partive. Sistemi demokratik liberal që kemi këto republikane e fuqizon qytetarët. Domethënë se pushteti ulet zbret deri në qytetarin. Edhe për këtë arsye shqiptar amerikanët kanë pas këtë mundësi që me ndikua në vendimet politike. Por, si thash, këto 10 vjet, 15 vjet është bë, edhe Serbia njëkohësisht ka mësuar shumë nga veprimet tona. Dikur kam qenë lobi e 4 më I fuqishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mas hebrejt, grekët edhe armenët. Kanë qenë shqiptarë, që janë shumë domethënë se duke parë parasysh se shqiptarë këtu janë është e para gjenerat në përgjithësi, ndoshta e dyta. Shumica na jemi lindur anena, megjithëse jemi rrit këtu. Serbia ka mësuar nga këta dhe ka aktivizuar jo vetëm komitetin e tyne, po ka aktivizuar, ka investuar shumë në Washingtonin, në firma lobiste, edhe sot për shembull ka 3 firma lobiste që shpenzojnë më se $6 milion në vit. Ambasadën e kanë me 10 punëtor që punojnë në ambasadë, edhe kanë deportuar me pas marrëdhënie nivele shumë të larta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kurse shqiptarët në përgjithësi, Kosova në veçanti nuk po shfrytëzon këtë mundësi fare. Nuk ka investuar fare në Washington, ka një ambasadë, kanë blerë një godin, por kanë një staf minimal. Nuk kanë firmë lobiste, nuk kyçin komunitetin ashtu si duhet, edhe është pozicionuar shumë keq përveç se edhe marrëdhëniet politike janë zbesh shumë së Kosovës edhe Washingtonit. Partneriteti strategjik vazhdon me kanë shumë e fortë. Kjo duhet mu dallua, por marrëdhëniet diplomatike duhen mu përmirësua. Tash ç'a pritet është e qartë që kjo administratë punon 24 orë. Megjithëse janë duke marrë me çështjet shumë madhore, edhe brenda edhe jashtë, nuk domethënë që edhe Ballkani Perëndimor nuk është në tyrez për mu rregullua. Domethënë që mu pozicionohet si duhet për interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe ka ardhur koha dhe mendoj jo shumë larg që administrata ka marrë edhe me Ballkanin Perëndimor me çështën e Kosovës. Edhe na nuk jemi pozicionuar në mënyrë optimale që me ndikua pozitivisht në ato vendime. Nuk e besoj se kanë me qenë unilaterale, kanë me qenë, domethënë, kanë me pas fryme bashkëpunimit, kanë me pas inputin, domethënë, edhe nga vendi, por kanë pasë si administrata I trajton edhe partnerët e saj. Domethënë që është interesa e Amerikës para, atë interesi I yt e dyti. Kështu që na duhet me zgjedh mënyrën që me rrah në ato rrjedhje që ku I kemi interesat të përbashkëta. Me I forcua domethënë ato interesa që me tërheq jo vetëm vëmendjen e Amerikës, por me forcua partneritetin që kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra në gjithë situatën për të kapur momentin, pra për të mos ikur treni, tani që në tryez është Ballkani Perëndimor, ne për ta thënë më thjesht, edhe për publiku nuk kemi njëri atje që t'i vendos zotit Trump pra konceptin për trojet tona. Çfarë kërkojmë ne? Edhe tek niveli lobimit, me atë që kuptova unë, pra jemi deri te nivel ndoshta senatori, kongresmeni, jo sekretari I shtetit. Po, në fakt jemi të rindërtuar marrëdhëniet me senatorët edhe kongresmen. Dikur për shembull komiteti për çështje shqiptare në kongres ka pas 34 anëtar. A din asbe pothuajse asgjë, tash jemi të rindërtuar. Jemi të riinformuar kongresin për çështjen shqiptare në përgjithësi, për sfidat që kemi. Edhe tani me këtë administratë nuk është më se dikur I kemi thënë në për vlerat edhe idealet e demokracive liberale. Domethënë që drejtat humanitare, mizotrimi I ligjit, këto gjëra që I çmon demokracitë liberale,
Tani na duhet me ndjek si tash ato interesat që kemi përbashkës. Domethënë se pse mu interesua Amerika për këto gjëra? Sepse na jemi në ballë me sferën e interesës ruse, për shembull, që deporton më shumë. Rusia tash ka qasje në vendimmarrje në qeveritë në Bosnjë, në Malinezi, në Serbi, në Maqedoni. Domethënë që ka deportuar shumë thellë. Kështu që na duhet me i cek ato vende ku interesat e Amerikës cënohen. Jo vetëm si dikur kur i kemi highlight ato vlerat e demokracive liberale, si paç më parë. Zoti Vule, kam një pyetje të fundit. Fakti që u zgjat urdhri i emergjencës edhe një vit për Ballkanin Perëndimor, këtej është përkthyer që do të kemi non grata të paktën edhe për këtë vit. Non grata të era. Po tash non gratat e kësaj administratës besoj se kanë mund dallua nga e kaluara. Non gratat e kësaj administratës besoj se kanë qenë në sfera ku cënohen interesat e Shtetit Bashkuara. Për shembull, në sferën e krimbit, e trafiqet, edhe çdo gjë që mundet me minua shtetin ku shfaqen ato dukuritë. Ndryshe nga e kaluara, edhe besoj se zgjatja një vjet ka qenë më shumë për me majt status quo, sepse administrata nuk është plotësuar ende. Ka shumë pozita që janë bosh ende, që nuk janë embruar, edhe nuk i kanë stafin që mu marrë me këto imësirat, atëherë e kanë zgjat një vit vetëm që me majt status quo, ndër që vjen vëmendja në këto imësirat. Zoti Vule, lutem dhe diçka, se ka pasur një konfuzion për shkak të urdhrave të shumtë ekzekutiv, disa i kanë rrëzuar gjykatat, por në tërësi dhe si përfundim deri tani, shqiptarët rrezikojnë si te pjesa e deportimit, por edhe te pjesa e nënshtetësisë, ata që kanë lindur atje? Ata që kanë lindur jo. Ata që kanë lindur mbrohen nga Kushtetuta e Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe pa mu riinterpretuar ky aspekt nga gjykata e lartë supreme. Kjo është e pamundur. Këta më shumë janë të përdor edhe po investojnë shumë në pastrimin e mjegullës që është krijuar me hapjen e kufiret kjo kohë e fundit që kanë hyrë gjithë këto miliona persona ilegalisht. Halli i administratës nuk është thjesht njerëz që janë këtu ilegalisht, por infiltrimi nëpërmes kësaj dukuritë të terroristëve, të kriminalëve, edhe të tjerë që mund të